Mustafa e përmendi pak më herët bullizimin. Ne kemi parë për herë të parë bullizimin kaq brutal të zotit Rama në fushatën e Fredi Belerit për Himarën. Një përpjekje modeste patriotike, edhe pse harroi që e kishte kandidatin po nga minoriteti. Ndërkohë etiketoi deri ke pamja estetike e zotit Beleri, i shëmtuar, syt kështu, balli ashtu, koka ashtu. Duket se tentoi edhe dje me lasivitanë. A është një formulë që i ka funksionuar, apo e shihni që është tregues dëshpërimi? Se nëse kujtojmë Belerin, pavarësisht se sa e shau, në fund i humbi ato zgjedhje. Shiko, zoti Rama është një njeri që ka trajtuar si Fredi Belerin dhe Donald Trump në 2016. E vërtet. Pra, po ta përkthesh në gjuhë më shqiptare, atë deklaratë të shkurtër që bëri në CNN dhe që më pas e replikoi edhe në disa media të tjera. Edhe ke batone. Ai përshkrimi i zotit Rama për zotin Trump aso kohë, se është ku më i rëndë se sa përshkrimi fizik i Fredi Belerit, i cili gjithashtu sot është një eurodeputet. Pra atëherë i tha turpi njerëzimit, që Shqipëria po të vinte ai dhe i shkëpusë marrëdhënie me Amerikën e tjerë. Dhe më pas e mbani mend se si shkonte si maniaku i Surrelit në për Bruksel mbrapa me tentativën për t'i kapur qoftë një moment shikimin, buzëqeshjen e tjerë. Dhe për ta deri në ditët e sotme për të thënë që atëherë kam qenë i ri dhe kam gabuar, tani kam reflektuar. Pra zoti Rama nuk e ka për turp fare që këtë deklaratën që ka bërë para 2 ditësh për Latifin, në Simon ti thotë zotit Lasivita që na falni, por edhe mosha bën vetë. E kupton? Kështu që nga zoti Rama nuk ka asgjë për të habitur dhe nuk ka asgjë, si më thën, për mos e pritur në një farë mënyrë në këtë aspekt. Vetëm gjë që duhet të ketë parasysh, duhet të kenë parasysh qytetarët shqiptarë që ky është kryeministri i tyre, njëri i cili, si më thën, në mungesë edhe një herë duhet të fokusohej shumë te kjo pjesë. Një gjë do të gjën fjalimin e zotit Rama për gjatë gjithë kohës, qoftë edhe ditën e tjeshme në Milano, qoftë edhe atë që mbajti në çelë fushatës, dhe nga i fjalim të zbulojnë se çfarë parashikon ai për Shqipërinë në 4 vjet të ardhshme. Çfarë parashikon për rritjen e rrogave dhe pensioneve, çfarë parashikon për përmirësimin ekonomik, çfarë parashikon ai për ta luftuar krimin dhe korrupsionin, dhe nëse nuk gjen diçka tek fjalimi, atëherë mund t'i referohen pikërisht atyre arushave mira që udhëheqin në qarqet e zotit Rama për të kuptuar se kush është si në raporti i tij me korrupsionin. Mund të shikojnë fare mirë Belinda Ballukun dhe ka ishin e saj 1200 euro Hermes, me cilën ajo, si më thënë, fliste për hallet e shqiptarëve. Mund të shikojnë Olta Xhaçkën, varfër të Fierit. Patjetër. Mund të shikojnë Olta Xhaçkën dhe resortin e saj që ishte pikërisht aty duke kërcy naplonin në mes Tiranës. Mund të shikojnë, pra, ka disa elemente shumë të rëndësishme për të kuptuar se çfarë vizioni ka zoti Rama, qoftë për zhvillimin dhe përmirësimin e qytetarëve shqiptar, për rritjen e rrogave dhe pensioneve dhe përmirësimin e standardeve, apo edhe për mënyrën se si menaxhon ai fondet Bashkimit Evropian me atë që është një super hajdute si Frita Krica dhe që në fakt në të njëjtën kohë është dhe këshilltare e zotit Rama. Qytetarët shqiptarë duhet të kenë parasysh këto, zoti Rama me ti fare mirë që i ka aty mundohet t'i fshehë, si më thon, pra sa mundet ai në atë kartolinën e Alibabës me 40 hajdute që quajon të pasqyrimit në sheshin Skënderbej. Kështu që zgjidhja, si më thënë, nuk është shumë e vështirë për qytetarët shqiptarë. Dhe zoti Rama me gjithë këtë, si më thënë, me gjithë pamundësinë e tij dhe sforcën e tij dhe sforcimin e tij për të prodhuar diçka nga asgjë, si më thënë, duket se çdo ditë më shumë bën zgjedhje më të lehtë për shqiptarët. E kuptoj. Qofse vetëm mund të shtoj pak fjalë, shumë interesante çfarë thotë Bledi, e vërteta që mund ta sintetizojmë me një fjali që Edi Rama mas 12